Në këtë demonstrim do të shohim se si realizohet komunikimi në mes të dy end-device-ave duke përdorur simulatorin Packet Tracer. Marrim dy end-device-a, vendosim tek pjesa e punës. Gjithashtu marrim edhe një switch. Këto vazhdojmë me i lidh me kablo. Lidhim edhe fascination me switchin. Ju japim IP-a këtyre pajisjeve. Supozojmë se PC0 ka IP-n 9.2006.5.5. Ndërsa PC1 192.168.5.6. Për me pa kanë komunikim, mundemi me e përdor komandën ping dhe testojmë komunikimin. Në rastin ton, e pingojmë pajisjen në destinacion. Nëse paketat dërgohen dhe marrin përgjigje me sukses, kjo për neve na tregon se komunikimi mes pajisjeve është realizuar në mënyrën të duhur. Një mundësi tjetër e kemi edhe këtë lloj i shohim pjesën poshtë tek statusi që kemi successful, ende successful për neve nuk kupton se komunikimi është realizuar me sukses. Tek pjesa simulation kemi mundësi me e pa edhe se si udhtojnë paketat në trafik. Aktualisht e pjesa e statusit e kemi in progress. Shohim se kemi successful komunikimin mes këtyre dy pajisjeve. Nëse vendosim me e shtu edhe një end-device në objektën tonë, në këti end-device i japim një IP adres, për shembull 192.168.6.6. Shohim se këto dy pajisje nuk do të kenë komunikim. Tek pjesa e statusit por shohim që kemi fill për arsye se këto pajisje nuk i takojnë networkut të njëjtë. Pra, ky simulim na ndihmon të kuptojmë më mirë praktikimin e rrjetave kompjuterike dhe procesit e komunikimit në mes të pajisjeve.